Interrex. Mendi Kabashi, faleminderit shumë Mendi. Vajzat madhit ton, Mirush Kabashi, por edhe të arritarët e veta i shpalosëm në shpejtësi për Mendin një togere ushtarake me akademi, ushtarake në Modena të Italis dhe një vajzë e qiltërt me plot edukat dhe qytetërim. Faleminderit shumë, Mendi të fala Shqipnis. Interrex. Rjeti madhi marketeve në për Kosovë, ekstra mirë, ekstra lirë, furnizimi high class, çmimet low class, dhe me këtë poshta. Faleminderit shumë Interrex, por mos të harrojmë lojën e madhe shpërblyese që organizon Interrex, me 165 shpërblime me parë kesh 100, 200, 500, 1000. Kemi 2 iPhone 16 Pro Max të ri flak, 2 motocikleta elektrike, 2 vetura T-Roc 00, 3 najlone shikabonona, edhe banesa deti. Interrex. Lojë shpërblyese. Normal logjika thot që sa ma shumë kupona që plotësoni në Interrex kur bleni mall, gjasat rriten për me fitu njërin nga shpërblimet, ose kur je super në faklipova ki i merr kret, si dihet, edhe një histori të njerëzimit si njeriu i vetëm që ka fitu gjitha shpërblimet të najtën shpe. Interrex. Faleminderit shumë Interrex. Art Motion, interneti, raket mësa shpejt, kajt ligat futbolit mu knjasha të shkat dush, 315 kanale me arktuse me telefore, edhe NBA-in për marak temin. Art Motion, faleminderit. Dhe një faleminderim special për misin dhe misterin e oksigjenit Arben Aslani. Për qëto mister, okej, po mis, si jam lëshkëman. Pse? Mis nuk jam më ne. Hajt, do është të me kalzu që jeme kule, po s'ka kuptim. Qëshma je djallë punëtor, je djallë ljosh, këtë dojnë. Faleminderit për kabla që mi ke pru. Qysh kalove këtë javë? Në regull këtë? A majtë mësim? Po. A zbolove në talent të ri? Jam të punu me një nëzën, s'kena koncert, e po punim pak më shumë kështu. Shumë. Shqiptara, po, ty të shqiptar t'je? Jo, dhe të Macedon. A po? Po, kom drejt me dhonë dhe Macedonve. Arbenim ka pru syza 30 vjetë ma herët, du më thonë këta e në përpleq, po kemi ka pru, faleminderit. A din për kur? Për kur? Ne, kur po të kur gjë, qështu këto shpejt e shpejt këto. Hajde që une, okej, se posh, po edhe mendi ma lehtësoj pak. Po, kur po dikur s'me shoha. Jetë në ma bud, disë. Shka bonë në provim, rosh, po dhe kjo ro, mirë po ka puna. Shuj, Arben? Këto ku du të ma pru, ku pas 2 vjeqe, ku pas hundën që kaqë. Kjo veç për një përdërim, veç me lezu du të që ba blok të kjo hundë, ti pak, proporcionin bërë më manjek. Asin këtu... Po si ku marru mëre, po vësim? Asin, ti hundën, orneken e din, ta kom japë edhe hundën që kom plastik, si model. E ki lonën kërë, e ki gjujtë gepeka, tu kam shel gepeki? Bë mëndzi. Së qysh me mirë nuk këto, do kësi në filmin koncert, vitin 36. Nuk rrinë më. Nuk rrinë këto veç këtu. Këto mi majtë duhet. Po, veç me lezu. Për mvyka dhe i njeri. Kondi. Qire vetën monitor. Ku mi këshirë vetën? Ku s'pi shamër trobull? Arbeni është interesant, a? Faleminderit shumë, a? Ti e din që minë zerë parat për këto masi odorat? Ma qëtë një kafe dhe qasë. E mot, e? A shkoj me këfez? Jo, vla. Kom po. shif me bo mabret për qif. Vash far mësafiri patëm tash edhe nësë me bo këfez ish. A din që kësha thonë për mësafirin? Lëma e për veti. Po për ne shkase. Se je laknja që kina ngusë. Kura dikush i mirë, veç dush me thonë që të lëma e për veti. 60 decibel folke, jo me piskas që shpiskas unë, la. Po, bon. Deri sa dhe tonisti lëp, po do më thonë që ngonë të veç tonin me që se ka dhe ekranin, dhe që në ka knash. Model. Qysh me bo. Mendi. Gjyshe e vetë, emnin e va, mendohije, didi e kanë thirë. Shkurt. Arben, shkoj me të detyrim zakonisht në para
që sipas ligjeve të caktuara shteti e merr nga shtetasit e vet, ose me anë të doganës për të plotësuar buxhetin, edhe në Kosovë i ikin sa të muin. Qështi dhe që? Toksa, tatimi... Qaja, bravo. O, tatimi janë toksa, a dyja. Toksa, dhe, po, tatimi. Ik se tatimi, piu, ku t'i shë shqiptar, të ik, ka mali, klub Shqipni. Në cilin vit u lansua Windows 95? 1995. Kom di që kemi ditë se të punën logjika. P. Lloj flauti, por më i vogël. Piccolo. Ama se përpretoj këtë pyetje, bravo. Piccolo. Ka një shtrirje prej 3 oktavash dhe zën një vend të rëndësishëm në orkestrat moderne. Se i ka këtë ato notat e nartë. Shumë interesant, a? Edhe është se qka se përmej. A ka të na përdojnë? Edhe të na, Filharmonit Kosovës. A përdojnë pikolona? A i vjen Kaltrina, më do këtë. Në ma? Po. Kush e ka instrumentin e vogël? Po dhe, kush e ka? Kush e bje? Kaltrina i vjen. A po a? Flautistja? Po, Kaltrina, Po dhe, është e flautistja. Kaltrina ka qenë do këtë dhe në oksigen me ekzekutu të shka. Po. Mati. Okej, piccolo. Personazhi animuar apo lodër në formë të macës e krijuar në 1974 nga Yoko Shimizu. Hello? Hello, Kitty. Yes. A në ide? Jo, me hello, më një move, se kështë kërës. Në cilin qytet ndodhet teatri i njohur i operës La Scala? Milano. Që ato gjërime që pata performun La Scala Lukiki, jashtë kanë gjërua. Marë baksës. Si quhet kënga që do të përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision 2025 në Basel? Zjarëmi, diçka ke? Zjarëm, me e. O shkodrona, a? Zjarëm, shkodra elektronike. Arben, shkencë historike që studion mënyrën e jetesës së popujve, kulturën e tyre materiale e shpirtërore. Etnografia, po? Shoja ubës, bravo. Që si quhet pasioni, jo po, pasimi i topit i një lojtari të basketbollit në afërsitë koshit, ndërsa bashkëlojtari i tij kthen në ajër e kapat top edhe ngulit në kosh. Aleja. Aia shkajeti. Ja, ku po ma bën oia jo brebes, jo berjaran. Ma ka shkru nice e veta diçka për elektronik, thash, o që kështu ma shkruvi nice. Prima, jo nice, nice. Nice kështu. Bravo Debek, mire ki, hej, prura, predis. Na thuaj 3 pajisje që përfshin me në termin teknike bardh. Shpëreti, frizideri, edhe masina e lampë e teshave. Shpëreti zi, bravo. Edhe droga. Droga? Po, i që thojnë kështu në zhargon. Teknike bardha? Në zhargon e thojnë, po, teknike bardha. Qështu për thojna? Që ku kanë Kosovë mërë? Po hajtë. Ja, më shka. Jo, më shfa. Shyshin dojnë do kamera me një farë senzori, lapa i kena na, me qatë senzorin, si të është i droguar me safi, më dhejz alarmi, me thirë policinë automatikisht, bravo. Së Herben, arenë muzikore apo arktimin Las Vegas, e hapër në 2023, e cila ka një formë të veçantë, është të pajisur me rreth 54.000 metra katror, ekrane LED, ka kapacitet për 7.600 ulsve dhe ndërtimi i saj ka kushtu $2.3 miliard. Qështë quhet që? Ku mungu bashkët ditë, lidhë s'kam. Në Las Vegas, volu maru, me së. Rolex si top, gjoni një fjell me së. Sfera. Bravo. Që? Drejt shkrim rregulloj poezi, Arben. Me infrashë i adheu. S'ka me je, o adhej sa më nënë i dashur motër i me je vlla. Ka më je. Vesh një më je më do këtë të më e, ku atë, sa më nënë i dashur motër. Pa të rregulloni, kuizi është për krejt ne.
Veç pak, qëto që i heken, a kanë me hy dikon tjetër? Po, kur që s'ki me hek, veç ki me rahatu, me palu. Dhoma lomsha, në është një storë ndi. Për dhije që o atë dhe pianist, se o jam Po me më të madhe. Okej. Okej, i dashur vlla, më je... Më je motër? Më je motër, më je vlla, jeni okej. Po. Edhe më je nën, Më je nën, po? më je nën, më je motër, më je vlla. Hajde dhe gjoni? Po veç edhe... O atë dhe më je, e i bjen që ashtu? Po? Mas asajna dhe të më konë. Hajde ven? O atë dhe, më je i dashur sa më s'ka, më je nën, S'ka më më je s'ka, motër, okej. më je vlla. Ta shojmë zgjidhjen? Sa më s'ka. Nuk e keni ditë këta. Ja. Që, o atë dhe më je i dashur sa më s'ka, më je nën, më je motër, më je vlla. Nejmë frashëri. Intuit këngë ku përmendet ndonjëri nga shtetet amerikane. Për dije që është Sweet Home Alabama, po thotë Majlinda, Hotel California. Hotel California. Tjetër, New York, Sinatra, Sinatra. Fred Prizreni mori Shkodër. Ose nëse është këtë kështu në globale, Bruce Born in USA. Qa ka të tërë? California ka plot, është që aja. Veç Hotel California. Bob Dylan nuk e ka titullin me shtet. Në këngë e përmend. Nuk është në titull emri shtetit, në tekst. Arizona? Ja. Është një Arizona Dream. House of the Rising Sun. Përmendet, cili qytet? Shtet? Bravo! Bravo, Majlind. Bob Dylan, House of the Rising. Intuit 2. Imagjinoni shak që të bo më pas konë kryeministër, vendimi parë që e kështë marrë arbën ti. Sa do bone kryeministër, shak që bo? Ja kështë arrit rogën vetit. Ja kështë rrit rogën vetit. Gjemil! Vlen për Sarand, Majlind, Defrim, Valbush, Teomush, ti si, normal, ju dyja si kryeministre. Njuna kryeministre, qetra sekretaresh. Gjemili fshisë badhe be pastrunjash, më siguri. Okej. Të pipresim Teomilin. Gjemili dhe Teomili. S'pëdini, a? Ha? Që dy seme. Ma këshesh për lëp? Ligjin shëndetësor, dhe më thonë, mi usmu i herë mas nej? Sigurimi shëndetësor? Autostradën për Gjilan Pilip, Defrimi se ka halin e vetë, që shtu dhe votohet. Valbush, ku për da autostradë ti? Valbush i Pilip autostradë për Petrovic, son të vonë për nes, hazër du mi pa. Teomili, Teomali, pensionet do mi rrit. Arben? Unë atë thash e parë, ja kështë arrit vetit. Ja kështë rrit vetit, kësa i sinqert. Ma i sinqert, i kryeministri vetëm shqiptarë i sinqert. A di shka du të me bo, kryeministri? Qatë ditë si ta merë postin me dhonë dërheqi. Qa ku kisë gjithin? Qatë e këzër poplin? Sarë bo zgjedhe u zgjedhë kryeministri, fill pi probe dërheqi. Kur me spilor në rhatë këta? 6-8-1-2 barëz e me 26, matematik. 6-8-1-2 barëz e me 26, 6-8-1-2. A do të në penzion një fill matematika? E leta? E ka këj lopa? Prejtë edhe pak? Hajde lop, kalzom. Hajde fill. Se mojtë armen që më thasë. Shakini hongër më së të darë. Ja, unë t'jena. A, unë, u rria, shka së të banë. Bravo.
3 herë 8, jo po 3 herë 6, 18, 18 plus 8, 26. Edhe përshkojmë të detyra tjetër, Arben, kena me shëtit në për Amerikën Jugore. Ndodhemi në njërën prej shkretëtirave më të thata në botë, e cila shtrihet për gjatë pregut të oqeanit pasor në Amerikën Jugore. Ajo shpesh përdoret nga NASA për eksperimente për shkak të ngjashmërisë që ka me terrenin e planetit Mars. Ajo llogaritet si një shkretëtire ftoftë sepse temperatura mesatare gjatë verës shkon deri në 19 gradë Celsius. Pjesa më e madhe e saj gjendet në shtetin e Kilit, si quhet kjo shkretëtirë. Është Atacama? Bravo! Love ekip është. Shkretëtira e njohur Atacama. Ky qytet arkeologjik ndodhet 2430 metra mbi nivelin e detit. A do ndërpreja për Jo, nëse e din prit. Njihet me emrin Machu Picchu. Dhe u ndërtuan në vitin 1450 në kulmin e perandorisë Inkase. Llogaritet si një nga 7 mrekullitë të botës antike dhe është në mbrojtjen e UNESCO-s. Çdo vit vizitohet nga më shumë se 1 milion turistë. Në cilin shtet amerikan jugor ndodhet Machu Picchu? Peru. Peru. Edhe me mujt nërë norën në që ushtu e ka ondër. Pse ki qef mi që grun në Machu Picchu? Unë shumë kësha pritu më shkudja që se shumë largove që ajo. Ky është kryeqyteti më i lartë në botë, me lartësi 3250 deri në 4100 metra mbi nivelin e detit. Jemi në Amerikë Jugore. Njihet me nofkën Tibeti i Amerikave. Dhe është kryeqyteti i shtetit Bolivis. Një prej metodave të transportit publik të shtetit janë edhe teleferiket. Për shkak të lartësisë dhe mungesës së oksigjenit, vizitorët shpesh hasin në probleme me frymëmarrje. Bolivia ka 2 kryeqytete, njëri është Sucre, ndërsa ky që po kërkojmë quhet La Paz. A e kon La Paz? A kena pas edhe pyetje që të shumë? La Pazin e kena përmend format më di qysh. Edhe e treta e katërta, ky është prej plazheve më të njohura në botë. Emri i këtij plazhi vjen nga një qytet bolivian, është 4 kilometra i gjatë dhe mbi 2 milion njerëz çdo vit festojnë vitin e ri aty me fishek zjarre dhe muzikë. Gjatë lojrave olimpike të vitit 2016, disa prej sporteve olimpike u zhvilluan këtu. Një nga aktivitetet sportive që njerëzit e bëjnë në këtë plazh është edhe futbolli në rrësh, si quhet ky plazh i cili ndodhet në Rio de Janeiro. Copacabana. Bravo. Në Lëqenë e kum pas shpinë të plazhi Copacabana. Të kum thonë mes luj kumor. Kur njetë? O, mërë, qysh e lakon, tha është ti shpinë e Ulqinit. Ma mërë ben, se nuk kem mjaftushëm i meshëm. Met pa shpi, me magar pa të mble, po të kujtohet. Por ndryshe, si një shembull të burrërisë të këtij, ata kallëzoj pse u shit shtëpia? Po, këna shit. A muj me kallëzu? Po shkak këna po për babën. Mi shëru babën e vet. Arbeni me familjen e vet. Edhe pak vim asociacione, shqemi.